Të rreshtuar në formacion dhe me qëndrim ushtarak e plot dignitet, kuadratet e forcës së sigurisë së Kosovës nderuan sot 28 vjetorin e epopesë së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Në kazermën që mban emrin e komandantit UÇK-s Adem Jashari, u përkollën me nderim para sakrificës së familjes Jashari dhe gjithë atyre që dhanë gjithçka për lirinë e vendit. Ta ushtarë të Republikës e mbajtën gjallë këtë kujtesë duke nderuar trashëgiminë e komandantit dhe idealin për një Kosovë të lirë. Këtë nënvizoi komandantja supreme e FSK-s Vjosa Osmani, duke vënë pas se forca e sigurisë së Kosovës është trashëgimtare e UÇK-s. Ushtria çlirimtare e Kosovës ishte zëri i një populli të shtypur, ishte organizimi i guximit dhe shpresa që u ngrit kundër padrejtësisë. Ishte ndërgjegja kombëtare që nuk pranoi të heshtë. Epopeja e Marsit 98 është dëshmi se liria fitohet me sakrificë, me unitet, me besim në të drejtën tonë për të jetuar të lirë në vatrat tona shekullore. Sot krenaria jonë nuk qëndron vetëm në të kaluarën. Ajo marshon para nesh, me uniformë moderne, me profesionalizëm të lartë dhe me përkushtim të palëkundur ndaj Republikës sonë. Epopeja UÇK-s dhe betejë e familjes Jashari nga kryeministri Albin Kurti u vlerësua si ngjarje që përfaqëson traditën më të rëndësishme të rezistencës shqiptare për liri gjatë shekullit të kaluar. Në historinë moderne të Kosovës, epopeja e ushtrisë shqiptare të Kosovës paraqet traditën përmes së cilës i referohemi ngjarjes më totale dhe përcaktuese në rrugën e betejave të shqiptarëve për liri në Kosovë për gjatë shekullit 20. Populli e ka UÇK-n e UÇK-ja epopejën e saj, e cila është ngritur dhe qëndërzuar përreth rezistencës armatosur dhe sakrificës së familjes Jashari. Forca e sigurisë që tani përreshtohet me ushtritë e NATO-s, sipas kreut të ekzekutivit, mund të jetë ajo ushtri për të cilën mund ta ketë ndërruar kryekomandanti Adem Jashari. Po skurorave me lule, dëshmorët u nderuan edhe më të shtënan deri,